Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Sot do të pyesim pensionistët se si i përballojnë shpenzimet mujore me pensionin minimal që ata marrin. Nga televizioni Shpresa jemi. Sa të kënaqur jeni me pensionin që merrni? As pak si më të kënaqur. Sa merrni? 150. Ju del për mbuluar shpenzimet? Ku del? Po mirë, si votoni këto parti kur ju paguani aq Si pak? votojmë me? Nga televizioni Shpresa jemi. Si shihni situatën e pensionistëve në Shqipëri? Unë ka ikë meni të thu pensionistit. Si e shihni situatën e pensionistëve në Shqipëri? S'ka ku shkoj mazi, ku dhe shkoj mazi. Jeni të kënaqur me pension? Ju jeni në pension? S'kam se si, unë nuk jam njeri veçantë, kam edhe shok tjerë. Unë kam inauguruar rrugën e më të rrezikshme në Shqipëri në botë, Thjeshtës. Po mirë, se ka mundësi që në gjithë këto vite pensionet janë shumë të ulta, $80 në muaj. Dhe i votojnë prapë këto parti. Pse i votojnë? Qeveria marrë me diktaturë, këtu qeveria s'ka qeveria me timotër. Qeveria marrë me diktaturë. Keni dëgjuar për profesor Pullum Pilinçi që do bëj qeverinë teknike e Partisë Shpresa Demokrate? Nuk ne shohim të gjithë me 10 milionë, është a Enver Hoxha, kem folë kesh për te pa të futë të në burg për 2500 lek. Ta dhe u të regoj që i kanë 10 miliona dhe ikin, që ikni të keni 10. Po mirë, po shohim arrestimet çdo ditë dhe priten që të ndodhin edhe arrestime tjera. Arrestime shta muloj njëri tjetën që arrestimet që futin e dalin. Ata arrestim po i baj edhe unë, po marrë edhe unë miliona nesër, por rrë. Mendoni se partitë janë bashkë apo janë kundërshtar? Arrestim ka qenë ai Enveri që kishte huni gjithë natën. Në te, e i tregon të gjitha, o motrejnë. A duhet ikin këto parti të vinë në alternativa të reja? Këto me thanë drejten nuk janë këta ma për kjo gjeneratë, duhet gjeneratë e reje që të flasin mirë nga këta që kanë parë. Shkollat në Gjermani, në Austri, që kanë pa botën, ta janë si ajo, si me thanë, ata kotarët e vjetër. Profesor Pullum Pilinçi, keni dëgjuar është kryetari i Partisë Shpresa Demokrate dhe thotë që do të bëjë qeverinë teknike shumë shpejt dhe nuk do të ketë zgjedhje. A mund ta bëjnë? Ai mund ta bëjnë. Ai mund, e kam dëgjuar një intervistë, mu ka do djalit quhet, mu ka do burri quhet, si flet me vërtet me tipare të Evropës. E jo me ata hahu si flet Edi Rama. Edi Rama kujton se flet mirë për vete. Ai Edi Rama është ma kukull në gjithë Evropën, ata tallen me te. Ai nuk e di. Nga televizioni Shpresa jemi. Si e shihni situatën e pensionistëve në Shqipëri? Si të mund, situata besoj se është si delikate. Ju jeni në pension? Po, Sa paguani? 200, të vjetra. Ju del për shpenzimet tuaja mujore? Nuk dhe për shpenzimet mujore. Ma dritat edhe ujin e paguan qupa. Kam pensionistë të tjerë që marrin 80.000 lekë të vjetra në muaj. Ata janë më keq akoma. Si ka mundësi që vazhdojnë të votojnë ende këto parti për 32 vite dhe pensionet janë minimale? Kjo është për të ardhur keq. Me dobët, kam punuar jam 87 vjeç, kam punuar kooperativ, sa jo ishte atëherë, 20 vjetë dhe morë 135.000 lekë. A e dilni shpenzimet mujore me këtë pension që merrni? Ose si bëj, u bi qaf kalemajet, po. U morë një ato më në 135 dhe i morë 100.000 lekë i morë hilaçaj. Në ato s'po bëjnë fajde fare. Po mirë, po pse i votojnë akoma këto parti? Kur marrin pensionet nga shkurtër. Unë më 1 miliard anë rrezik e dinams, as e kam marrë, as nuk e jep. 1 miliard më millan. Jo edhe më 100.000. Tutem jo se nuk do të dalë. Nuk e jep. Shqiptarët të rbirë jam mësohu me fokarallëk. Me Enverin, 20 vjetë jashtë shkollën edhe këto nuk përsin për fokarallëk, vetëm të ekzistoj komunizmi në Shqipëri. Në politikë janë bërë shumë arrestime kohët e fundit dhe flitet se do të ketë dhe emra të tjerë. Si e shihni ju? Do ketë emra të tjerë që do arrestohen? Po kjo sa ka fillu, më thot me një mu. A vash. Ata e thane vetë Rama, dur se s'kini pa gja hala, pa ndoj që në televizor. E në vërtet nuk pa që pa. Në mund të shofim me sa shofim, me sa shef populli, e në mund të shofim. Budalla populli, ne dim që banë qeveri, ne kemi ditë me Enver Hoxhën që banë, që kanë seti mëllur, jo tani, ne dim, por nuk kemi shbajmë dhe të drëna. Keni dëgjuar për profesor Pullum Pilinçi, është kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, profesor Pullum Pilinçi. Është kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, thotë që do të bëjë qeverinë teknike dhe ka qenë i pari që ka paralajmëruar të gjitha arrestimet që kanë ndodhur. Mendoni se do të vijë qeveria teknike? Po
Unë të shte kam një bindje se populli i ka dhënë halë kësaj pune. Unë për vete kam votuar për socialistin. Në shte nuk votoj ma. Po ta kuptojnë kështu, s'duhet as qeveri teknike ja. Televizioni Shpresa jemi. Si e shihni situatën e pensionistëve në Shqipëri? Unë nuk shikoj në të ardhme për pensionistët e Shqipërisë. Me këto të ardhura që Ju vetë jeni në pension? jam A keni pension mirë apo minimal? minimalin që mund të ekzistoj. Si përballoni shpenzimet mujore? Më ndihmojnë. Lind pyetje, shumica e pensionistëve janë si puna juaj që marrin minimumin 80.000 lekë vjetra në muaj. Si votojnë ende këto parti që kemi? Sepse janë idiot, ignorant, unë nuk votoj. Nuk më pëlqen asnjë nga partitë sepse janë të gjithë të degeneruar. Të gjithë mendojnë vetëm për veten e tyre dhe për rrethin e tyre. Dhe fatkeqësisht ky popull ka ngelur shumë ignorant dhe shumë besnik i partive. Për mua Keni gjë, janë për hapur fjalë se do të ketë arrestime të tjera pas Erion Veliet. Mendoni ju se do të arrestohen? për mua të gjithë duhet shkojnë në burg. Si e shihni situatën e pensionistëve në Shqipëri? Jeni të kënaqur me pensionin që keni? Situata këtune? Po. Situata më të shoftë ku në botë ku kam rëjë Shqipëni. Ju del pensionin për të paguar? Shëm del pensioni kam, unë kam ma 27 vjetë këm shel punë, kam marrën pension pleqire 95.000 lekë. Më kanë ngellë dhe 10 vjetë pa adhonë qëndrojnë vjetë të punës, nësën ta 2 vjetë në vjetë, se me gjak i kam ba ato. Edhe kam dhe një pensionist ke shtëpia, jam shoqërusja aty edhe sot, që 14 vjetë shoqërus, nuk një as shoqërusi, as vjetësin e punës që kam, punën që kam s'ma japin. Po mirë, si votojnë këto parti kur që janë? Unë të në parti mafja, cila lloj që është. Si e... Janë bashkë apo janë kundërshtare? Jo, këto janë bashkë, janë në pazaret të ba me bashkë. Se Rasa Liu, 8 milion drita lehaj. Plus që thashin valitin më nëna. E kom shpi, një shpi i kom, ujnë e kam mu, dritat i ka djali, që e kom shkarku me në terë. Shpin, se vesh për të masë si taksat. Gjelbrimi, punë, e në më një vjanë, nuk ka nëri që sëtë kemi jetën me sëtë loj koka që janë. Keni dëgjuar për profesor Pullum Pilinçin, kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, që do të bëjë qeverinë teknike. Shumë shpejt thot nuk ka zgjedhje dhe ka përmendur disa arrestime. Me rast se do të heqin dorë nga këto të vjetrit, ku jam kam besim këtë rritë. Këto të vjetrit janë të sprovua herët. Këto po luajnë miliarda e s'pse kush mrena. Pas arrestimit Veliet kanë dalë disa emra të tjerë që janë gati për të arrestuar. A mërë dhe koha sistemit në atë kohë, 10.000 lekë. Po të kapin deficit, direkt e mrejnë ishe, me 10.000 lekë. Jo miliarda. Këto kanë ba një shkollë, kjo shkollë spionazh, shkollë grabitje vjedhjesh, hajdutëria. Nuk është për popullin që të jetë një shkollë, me edukat, me kulturë dhe të venë dorën popull, nuk ka. Si ta dhe ka më në fitë popull.